A ka ndryshim në kërkesë para dhe pas pandemisë? Realisht kërkesa më e madhe prej pandemisë së tutje ka ekzistuar në shtëpia, për arsye për shkak që vetë fakti që qëndrum të mbyllën ju ka desht me pas një abar. Për këtë arsye kanë rrit kërkesë realisht tek pjesa e banimit në shtëpia, e sidomos në lagjet periferike. Shumë njerëz habiten me rritjen e çmimeve të banesave në Prishtinë, po edhe në qytetet e tjera. Prej ku vjen kjo rritje? Po rritja ka ardhur si rezultat i luftrave, po ndaj tash ka mbetë me thonë ashtot, po tek ne në Kosovë nuk prodhohet kurrgjë, kryesisht vjen import prej jashtit, as më tepër prej luftrës kur ndodhi në Ukrainë, rezultati i çmimeve ka shku shumë të lart. Prej 2020 deri në 2022 nuk shkon kjo rritja më e madhe, ndërsa tash është një stabilizim i tregut. Besoj që edhe 2 vitet e ardhshme nuk do të ketë shumë ngritje të çmimit. Mirë po, rritja kryesisht ka ndodhur si rezultat i luftrave. E diaspora qysh ndikon në treg? Tek ne realisht investitorët mas shumët ose blerësit potencial që janë kryesisht diaspora, për shkak që fuqia ekonomike është jashtë vendit. Tek ne realisht tregu më i madh që vjen për investime është prej qyteteve ku ka floks më të madh të banorëve, siç janë Prizreni, Ferizaj, Gjakova dhe Peja. Pjesa tjetër realisht nuk ka shumë blerës, ndërsa Prishtina është qendra kryesore.